Të dashur motra dhe vëllezër, sot nuk jam këtu vetëm si kandidate për deputete, por jam këtu si bria juaj, si vajza e këtij fshati që është rritur me frymën, trimërinë dhe kënaqërinë e Gjirokasit dhe të Lazaраtit. Kujtimet e fëmijërisë janë ndoshta gjëra më e bukur për çdo njeri. Për mua sa të bukura janë, gjithmonë shoqëruar vinë edhe me vuajtjet e këtij fshati, të këtij komuniteti, të njerëzve tanë, të vuajtjeve tuaja. Ajo që mua më kujtohet më shumë nga fshati që them shpesh është kur isha e vogël, më pëlqente një ushqim i çuditshëm që haj këtu. Përshesh me ujë me ullë. Kur e kujtoj sot më dhom jashtëzakonisht shumë. Më kujtoj se si nëna tona ishin aq të vuajtura, se si shkonin në mëngjes për lule në mal, se si vinin me vrap në shtëpi dhe shkonin në kooperativë, se si vinin nga kooperativa ashtu të lodhura të ndërmuara dhe vazhdonin punën pa fund deri natën vonë. Dhe në sytë e tyre shikoj gjithmonë vetëm vuajtje, vetëm bindje dhe frikë. Sa i diskriminuar ka qenë fshati ynë, sa të vuajtur kemi qenë. Por le të kthehemi te viti 2014. Le mos harrojmë terrorin, mos harrojmë kryqet në dyert e secilit, që as në pushtimin nazist nuk ishte ndodhur. Mos harrojmë dezrimat e tyre në sytë e fëmijëve dhe grave tona. Mos harrojmë ata 300 burrat, vëllezëri, birit tanë, që u burgosën vetëm sepse ishin Lazaratas. I vetmi faji i tyre ishte se ishin nga Lazarati. Ata nuk ishin meraku në kanapisi, sepse të qitë e pamë, se si pas ati sulmi terrorist që u bë fshati ton nga kjo qeveri, qitë vendi u kanabizua. A kishte diskriminim më të madh për ne, kur zyrat dhe administrata u spastruan nga Lazarat, si kur ne të ishim me Lebros, apo kur i thërisnin në zyra u kërkonin të merrnin tesrat e tyre. Sot, vërtitën mercenarët e kësaj qeverie lart e poshtë, e trungetojnë për investime e punësit të Lazaratisve. Po ku ishin ata 12 vjetë? Ku ishin kur bërtisnin listat Lazot? Ku ishin kur ishin nga puna? Ku ishin ta ku punonësit e administratës nuk përcillnin frymën e qeverisë? Dhe me një të rënd të reakci, i nxirrnin për jashtë. A ka tallje më të madhe se kjo për ne? Na burgosën, na vollën, na shkatruan, na degdisën djemtë dhe vajzat. Dikur ky shesh ishte i mbushur plot. Ku i kemi sot djemtë? Ku i kemi sot fëmijët? Rrugët tona dikur ishin me fëmijë që luan në çdo sokak. Po sot ku janë? Ata kanë ikur nga sytë këmbët. Ikën sepse nuk ishin siguri, nuk ishin shpresë, nuk gjetën zgjidhje, se trajtoheshin me përçmim. Dhe sot e nisën me një zero, me një dashuri të madhe. Sot jam këtu për të folur, jo vetëm si bija dhe motra juaj, por edhe si përfaqësuese e vizionit të ri, që Partia Demokratike ka për të fshat jashtëzakonshëm, që ka treguar gjithmonë forcë, dinjitet, vendosmëri. Lazarati nuk ka nevojë për shumë fjalë për të përshkruar. Emri jon flet vetë, flet për qëndres, flet për guxim, flet për njerëz të punës, të fjalës dhe të nderit, po flet edhe për padrejtësitë që na bërë. Zemra ma di fjalën sot, sepse nuk po flas thjesht si kandidate, po flas si bija juaj. Si bija e këtij vendi që më rriti me krenari, me dinjitet, me punë dhe me ndeshmëri. Lazarati nuk ka nevojë për fjalë të mëdha. Lazarati flet vetë, flet me historinë e tij, me burrat e tij të ndershëm, me gratë punëtore, me të rinjt që nuk u përpullën kur. Sot, unë jam këtu sepse ky fshat është lënë në hares, është tallur, është damposur, është përçmuar nga ky qeveri, që prej ditës parë që erdhi në pushtet. Mos harroni asnjëherë. Qeveria e Rilindjes nuk solli shtetin në Lazarat, por solli dhunën. Erdhën jo për të ndërtuar shkolla, jo për të sjellë investime, por për të mbështetur mbështetësinë. Ata erdhën me tank dhe autoblind. Nuk sollën shpresë, tek ne sollën frikë, nuk sollën zhvillim, por ikje masive të gjithë bive tanë. Ku janë sot të rinjtë e Lazaratit?
Ku janë të rinjtë e Gjirokastrës? Sokakët tanë, ku janë? Ku janë sot fëmijët? Të gjithë të larguar, të gjithë të dëbuar nga vendi. Të gjithë në Amerikë, në Kanada, në Itali, Greqi, Gjermani, ikën sepse këtu nuk ju dha asnjë shans. Nuk ju ofru asnjë mundësi, asnjë mbështetje. Është vaj tyre që ikën? Jo. Është vaj një shteti që nuk i deshi, që i ignoroi, që i përbusi. Lazarati është dëshkuar politikisht në vite me radhë, sepse ka qenë i zëshëm, krenar, i pa kompromis. Është dëshkuar sepse nuk u gjynjësua para pushtetit të rem, dhe për këtë ata zgjodhen të akmere. Ne jemi demokratë, ne duam lirin, ne duam familje, tokën, pronën, vendin. Ne nuk nështrohemi. Kjo është arsyeja që nuk kemi investime në vendin tonë. Kjo është arsyeja pse shkolla jonë është në gjendje të mjerueshme. Kjo është arsyeja pse fermerët dhe lektorët tanë nuk subvencionohen. Media të përdorën për të krijuar një imazh kriminal për këtë fshat, për të na dhënë konsul në sy të kombit. A thua se ky vend nuk ka nxjerr mësues? A thua se ky vend nuk ka nxjerr mjek, pedagog, ushtarak, njerëz të ndershëm që punojnë në çdo cep të Shqipërisë dhe botës? Qeveria e Tiranës u mundua të poshtronte Lazaratin. Ajo nuk ka traftuar vetëm ne, ka traftuar gjithë qarkun e Gjirokastrës, duke kthyer nga një qendër jugore në një provincë. Kjo qeveri ka traftuar gjithë shqiptarët, duke hequr nënave bijtë e saj. Po ku janë rrugët tona sot? Ku janë subvencionet? Ku janë rektorët? Ku janë politikat tona për tokën? Asgjë, sepse për ta Lazarati nuk ekziston. Për ta ne jemi vetëm një faqe në dosjen e harresës. Por sot unë jam këtu për të thënë, ne nuk jemi harruar. Ne nuk jemi viktima, ne jemi forca që do t'i japim fund kësaj qeverie. Ne nuk presim në nga askush. Do të bëhemi bashkë, do ta marrim në dorë fatin tonë. Partia Demokratike ka një plan konkret për Lazaratin dhe gjithë qarkun e Gjirokastrës. Ne do t'ulim taksa për fermerët, do pastrojmë kanalet udhëse e do ndërtojmë urrat për të kaluar në fushë. Barin tanë ngelen në mes lumit. Do të rritim pensionet me 20%, ku pensioni më i vogël do të jetë 200 euro. Do të marrim njëherë subvencion për ilaçe. Për të parë do të vendoset minimumi jetik 200 euro. Do të rriten rrogat me një pagë minimumi 500 euro dhe ajo mesatare 1200 euro. Do subvencionohet dhe do pushtetet bujqësia dhe blegtoria. Do investohen në infrastruktura dhe rrugët e fshatit. Do ndërtohen politika për të rikthyer djemt tanë, vajzat tona, të rinj që na kanë ikur, sigurisht me skema subvencionimi, lehtësira për të hapur biznesen, këtu në tokën e tyre, në tokën tonë. Nuk ka Lazarat pa të rinj, nuk ka Lazarat pa dinjitet. Dhe i dinjiteti nuk brihet, nuk shitet dhe nuk merret me punë. Ky është një vend që do të ngrihet në këmbë dhe kur e prek padrejtësia. Unë nuk ju premtoj mrekulli, po ju premtoj një gjë. Do të jenë zëri juaj, krau juaj, forca juaj në parlament. Nuk do të kesh ku Lazarati të përfundet me përbusi. Nuk do të mbyllësit ku fundet do ndajnë me mikët e Këshillit Partia. Ky vend do të drejtohet nga vlerat. Unë nuk do të iki nga ky vend. Do të qëndroj këtu, sepse këtu është ardhmja jonë. Këtu është ardhmja e fëmijëve tanë. Ne do të udhëheqim me kryetarin tonë zotin Sali Berisha. Më 11 maj Në 11 maj ne nuk do të votojmë thjesht për një parti. Ne do të votojmë për të kthyer dinjitetin jo vetëm Lazaratit, por edhe Gjirokastrës, Tepelenës, Përmetit, gjithë qarkut tonë. Votojmë për të ndaluar rritjen e të rinjve, për të rikthyer investimet, për të mos lejuar më asnjë të shkel këmbë në derën tonë për të na kërcënuar apo për të na pushtruar. Zgjedhjet nuk fitohen në tavolinë e pushtetit. Zgjedhjet fitohen në shpirt, me zemër, me vullnetin tuaj. Askush nuk duhet të neglizhojë 11 maj. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe një, askush nuk duhet të neglizhojë, ju lutem të gjithëve duhet të votoni në 11 maj. Është shumë e rëndësishme për të ardhmen tonë. Ne duhet të japim verdiktin tonë me votë. Nëse ne nuk ndëshkojmë padrejtësitë e Edi Ramës, ai ka për të na ndëshkuar, ne ka për të ndëshkuar gjithë Shqipërinë. Unë besoj te ju, besoj te Lazarati,
qendrestar i cili nuk dorëzohet kurrë. Dhe të filloj fitoria nga Gjirokastra. Rreth Nazareti, rreth Gjirokastra, rreth Shqipëria. Let's go.